Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje tek Tarot. Do të kthehet i ndryshuar personi juaj i zemrës? Do të jetë ai falënderues për ju? Do të kthehet i ndryshuar personi juaj i zemrës? Do të jetë ai falënderues për ju? Është një person shumë i drejtë. Një person që gjithmonë është i dashuruar me ju. Ka një energji, një pasion për ju dhe mbrojeni nga ky ëndër mbrojtës në udhëtimin e rrugës tuaj, drejt majës së kësaj piramide. Për ju është një mashkull magjik, një mashkull i përmbushur. Mediton, reflekton që të bëjë një ndryshim rrethor në jetën e tij. Sepse ky ka fuqi dhe komandë, është si një mbret i shpatave. Ka pra një person që e ndihmon në ndryshimin e jetës së tij, e ndihmon jashtë mase. Ky është gjithmonë në pritje që gjërat të vinë të përmirësohen. Fal teje, ky person ka ndryshuar shumë dhe është shumë falënderues, sepse ty të shikon si një perëndesh e bukurisë. Merr një lajm fantastik në këtë oazë, hapet zyrtare dhe ky person merr një lajm shumë të mirë. Hëna e plot tregon që kullat tuaja mbrohen nga drita e saj. Jeni një person shumë i drejtë dhe kur doni njëri e doni me shpirt me zemër, ama kur mërziteni nuk doni të ktheni mbrapa. Kur urreni një person, keni gjetur paqen me personin tuaj të zemrës. Jeni të dy falënderues universit për këtë oazë të mrekullueshëm që u ka sjellë në jetën tuaj. Dhe pse keni qenë pak të lënduar, ju jeni të sigurt në rrugën që doni. Hirni hapa të ngadalt drejt ndryshimit, por të sigurt, me durim, sepse durimi gjithmonë ka sjellë gjëra pozitive në jetë. Dhe ju luftoni fort në këtë ndryshim të keni gjëra pozitive. Ju hypni si kalit dhe kaloroni fuqishëm drejt të dashurës tuaj, sepse tek ajo shikoni të ardhmen tuaj. Pra, kjo ishte energjia e tarotëve për pyetjen që bëm. Me kë rezonon kjo energji? Është energji e përgjithshme dhe mund të rezonojë me disa. Me gërmën L, gërmën E, gërmën S, L, Z, Ç, Sh, Zh, I. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me Demi, me Ujori, me Dashi, me Gafore, Luanin, Peshqit, Peshoren dhe Vizgjereshën. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.